profesional, analizimit të çdo prove që lidhej me ngjarjen, u bë e mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM, 22 vjeç, FM, 36 vjeç dhe RM, 23 vjeç, banues në Lezhë. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prerë rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Nga veprimet e mëtejshme e timore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye gjakmarrje. Hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Operacioni vijon në teren ku janë përfshirë forcat speciale RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe strukturat operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e automjeteve dhe të armëve të zjarrit që janë përdorur për kryerjen e vrasjes. Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë është maksimalisht angazhuar për të garantuar rendin dhe sigurinë, evidentimin dhe goditjen e palishmërive dhe në këtë kuadër fton qytetarët që të besojnë e mbështesin akoma më shumë strukturat policore, duke denoncuar çdo rast të palishmërisë. Ju faleminderit. Faleminderit. Mirë, ndoqëm një deklaratë të policisë së shtetit ku u dhanë detajet sa i takon vrasjes së ndodhur një ditë më parë në Lezhë, ku vran një bashkëshort me bashkëshorten e tij dhe dyshohet se, sipas detajeve që ka ndarë policia, dyshohet se kanë qenë motive gjakmarrjeje dhe gjithashtu personat janë të shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre.